Po ju jap një lajm të cilën do ta bëj publik shumë shpejt. Kam informacione që ka ndodhur dhe një pengmarrje tjetër brenda Akshit dhe gjatë kohës që ka ndodhur kjo pengmarrje janë dhënë 2 tendera shumë sensitiv që lidhen me sistemin gjyqësor, një nga bandave më të rrezikshme të Durrësit, por nga ana tjetër ka të bëjë dhe me vlerën e këtyre tendera. Pra janë tendera që fillojnë në shumën 100 milion euro e sipër. Dhe në raport qoftë edhe me ato tendera që ne i kemi diskutuar edhe në studion tuaj të Belinda Ballukut dhe jo vetëm, tenderat e Akshit janë miliarda euro dhe janë tendera të cilët implikojnë drejt për drejt familjen e kryeministit Rama dhe atë në fakt që është dhe sot e kësaj dite drejtuesja reale e organizatës kriminale, se nuk ka të bëjë më me grup të strukturuar kriminal, kemi një organizatë kriminale që drejtohet nga Linda Rama. Një sekond. Adriana, Linda Rama ka qenë në dieni të metodave të përdorura pra të pengmarrjeve për sqarimin e punëve të Akshit dhe të milionave? Patjetër që po. Madje, këtë kam informacion jo zyrtar, por koha ka treguar që mund të shtohen pak ngjarjet, mund të zbukurohen pak, por nga hiçi i dashur Klaudio nuk ndodh asgjë. Kështu që mua më kanë informuar që ndaj zotit Meçe ka ndodhur veprime shumë ekstreme, për cilat besoj se do të njiheni edhe ju dhe publiku në ditët në vijim, dhe në dijenin time fakti që është implikuar edhe policia e shtetit, dhe këtu unë fakt kam rezervat e mia në raport me veprimet e Spakut, sepse nëse një punonjës i shteti që ka detyrën të zbatoj ligjin, ka detyrën të parandaloj krimin, bëhet pjesë e rrëmbimit të një biznesmeni, unë mendoj që nuk mund të flitet më për institucion policie apo për punonjës policie. Në këtë kuptim, masa e dhënë ndaj këtij punonjësi të policisë, mendoj se është shumë e lehtë dhe nga ana tjetër i bëj thirrje Spakut nga ky emision i nderuar që të hetoj edhe për lidhjet që ky prokurori ka me punonjësi i policisë, më falni, ka me prokurorinë e Tiranës, se jo rastësisht është parë që ky shkonte pothuajse çdo ditë në prokurorinë e Tiranës dhe nga ana tjetër nuk kemi asnjë veprim